Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të mërkurë datë 29 tetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin shteti duhet të veprojë ndaj krimit, Ministria e Brendshme nuk është agjenci funeralesh. World Justice Project rrëzon reformën në drejtësi, brenda 10 vitesh u përkeqësua gjithçka. Profesor Dr. Gjergji Foto, gjithmonë djersa prodhimi, arritja e naftës shqiptare përfundua në xhepat e të huajve me shfrytëzim pa kriter. Opozita shqiptare, Berisha 1 miliard euro të humbura nga inceneratorët dhe pazari i rilindjes me qez, pak si avokat i vjedhjeve. Në gazetën Dita mund të lexoni, Zeqilandri Ramës, Albini dhe Saliu çfarë lidh të thinjurin që me të tjerët bën beteja dhe me të tjerë qeverisë, me ish komunistin e fundit të Europës lindore dhe krenarin e gjunjëzuar të bukmisrit në Tryez. Pse ka qinat me shëndetësinë dhe arsimin? Dështimi Paul Manafort për të rehabilituar Sali Berishën në Washington. Në gazetën Panorama mund të lexoni tuneli llogaraz BlackBerry i Evis Berberit zbuloi aferën futja në tender e ortakut. 4 ngjarje të rënda brenda ditës, vrasje në Durrës, Tiranë e Berat, Tritol në Shkodër. Lista me emrat e 273 pronarëve që kompensohen. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Egnatia Made in Albanese dorëzohet edhe Teuta, derbi kryeqytetit tregon muskujt në Elbasan. 2 trajner kundër të shkuarës, tifozët premtojnë spektakël. Moriero hesht Kastrati në Vlorë për serinë e fitoreve. Milan i ngec sërish, Juve zgjedh Spalletin. Arsenali tani me petkun e favoritit të pamenduar. Jamalit i mbyllin gojën ja sherret e mëdha të futbollit. Operacioni Yildiz gati 100 milion për talentin.